Mirëmëngjesi. Tani, pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, kemi këtë komunikim në lidhje me çfarë ndodh me procesin zgjedhor në 6 bashkit e vendit sipas dekretit presidentit. Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje, me njerë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkit e tjera. Çdo veprim i KQZ, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkit e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Po. Kjo është situata, ndoshta është me dobi që të presim pyetjet edhe të japim shpjegime për çfarë mund të rezultojë ose e paqartë, domethënë, ose me nevojë për t'u sqaruar më shumë. Komisioner, faleminderit, e na konomi nga Raport Televizion. Përpos këtij arsyetimit tuaj që dekreti është pezulluar për pjesën e Tiranës, mund të ketë ose ka një arsyetim tjetër që thotë nuk janë anulluar, thjesht janë pezulluar. Dhe pse KQZ mos shkoi përpara me përgatitjet për Tiranën, se ndoshta deri në 9 nëntor mund të jetë çliruar, po themi, dekreti nga ky pezullim. A mund të ishte ky një opsion dhe pse nuk është një opsion për ju? Besoj, mendoj unë për këdo, të paktën për komunitetin e juristëve është e qartë që në momentin që gjykata kushtetuese ka pezulluar efektet për atë pjesë të dekretit të presidentit të Republikës, është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht, për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ndaj thash që në krye të erës, bazuar në urdhrimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të gjitha institucionet dhe kushdo tjetër të cilit vendimi i gjykatës kushtetuese i adresohet, do duhet ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim, kjo është e qartë. Pra, me pak fjalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të kryejë asnjë lloj veprimi që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Është çështje në këtë moment e kompetencës së gjykatës kushtetuese për të vendosur mbi ankimin që është bërë në gjykatën kushtetuese nga zoti Veliaj në lidhje me vendimin për shkarkimin e tij. Do të vendosë gjykata kushtetuese mbi këtë çështje dhe pastaj do të shohim për mëtej. Por kjo është e sigurt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është duke zhvilluar asnjë veprimtari që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës për datën 9 nëntor, kjo për shkak të urdhrimit të gjykatës kushtetuese. Ardit Hoxha, Euronews, gjithmonë në kuadër të diskutimit të variablave të mundshëm për zgjedhjet në Tiranë pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, nëse në datën 31 tetor gjykata kushtetuese vendos ta quajë të ligjshëm
dhe ta aprovojë në një farë mënyrë dekretin e presidentit Begaj, kur mund të kemi zgjedhje për Bashkinë e Tiranës? A mund të bëhen ato në 9 nëntor apo në një datë tjetër të mëpatshme? Duke besuar që me përgjigjen që do t'i përgjigjem drejt për së drejti pyetjes tuaj. Si e shikojmë ne nga pikpamja institucionale këtë situatë? Besoj që është e qartë që ajo pjesa e parë në lidhje me se çfarë është duke bërë dhe çfarë do duhet bëj KQZ nga ky moment. Se çfarë do ndodhi nëse gjykata kushtetuese merr një vendim apo një vendim tjetër, unë këtë nuk do të preferoja ta bëja se do të ishe në pozitën e një komentatori, të them. Por në kapacitetin tim si komisioner shtetëror për zgjedhjet, mendoj që vlen të them sa do të vijoj. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 31 për të vendosur mbi këtë çështje, që mund të jetë vendimi përfundimtar në datën 31, mund të jetë datën 1, 2, 3, këtë nuk e dim akoma dhe është çështje komplet e gjykatës kushtetuese. Dhe në çdo lloj versioni, qoftë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë Këshilli i Ministrave, qoftë Presidenti i Republikës, do të shohin se cili do të jetë, nëse do ketë vend apo jo për secilin prej 3 këtyre institucioneve për të ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar. As nuk më lejohet dhe as nuk do të preferoja të flisja se çfarë në një situatë hipotetike do duhet të bënte Presidenti i Republikës apo se çfarë do duhet të bënte Këshilli i Ministrave në varësi të ndonjërit prej opsioneve të vendimit të gjykatës kushtetuese. Mund të flas për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe duke folur për atë se çfarë do duhet të bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të them vetëm kaq që do dua ta them qartë këtë që se nuk është çështje e ditëve, janë 7 ditë apo 6 ditë, sepse gjykata kushtetuese është në lirinë e vet që ta kishte shqyrtuar çështjen nesër, pas nesër, sikurse ta shqyrtoi edhe pas datës 31 tetor. Data 31 dhjetor, tetor, nga pikpamja e asaj se çfarë mund të prodhoj nga si pasojë juridike, nuk lidhet me datën në vetvete. Do më thënë, nëse ne do kishim nesër vendimin e gjykatës kushtetuese, do të kishim një opinion tjetër si KQZ. Meqense kemi në datën 31, apo nëse do kishim në datën 2 procesin e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, do duhet të kishim një opinion tjetër. Që do të thotë që procesi i përgatitjes së zgjedhjeve është një proces i cili kërkon natyrisht bazuar në kodin zgjedhor një periudhë kohe të caktuar dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca dhe jo më vonë se 45 ditë nga ky moment. Që do të thotë që periudha minimale për të përgatitur procesin zgjedhor në rastin e zgjedhjeve të pjesshme do të jetë 30 ditë nga momenti i njoftimit të vakancës. Dhe edhe pse ky është një rregullim ligjor dhe nuk është një rregullim kushtetues, do të thotë që të paktën në pikpamje formale ka nevojë për 30 ditë për të përgatitur ky proces zgjedhor. Por asesi kjo nuk do të thotë që në mungesë të këtyre 30 ditëve kjo bën të pamundur zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në Bashkinë e Tiranës në datën 9. Nuk është vetëm kjo. Ose nuk është kjo kaq thelbësore. Procesi përgatitor i zgjedhjeve në njësi zgjedhore të caktuar të qeverisë vendore nuk lidhet
thjesht dhe vetëm me zhvillimin e fushatës zgjedhore. Fushata zgjedhore mund të jetë 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë është kompetence e KQZ-s për ta vendosur se sa mund të jetë periudha e fushatës zgjedhore, dhe periudha e fushatës zgjedhore ka vetëm një dallim nga rasti i zhvillimit të aktivitetit politik të partive politike, po dhe të atyre të cilët mendojnë që mund të marrin një zyrë publike nëpërmjet procesit zgjedhor. Në atë periudhën e fushatës zgjedhore i nënshtrojnë disa rregulla të caktuara. Ata, media, ka dhe disa aspekte që lidhen me financimin. Por ajo që është më rëndësishme është gjithë pjesa tjetër. Pra, procesi i përgatitjes së listës së zgjedhësve, shpallja e listës së zgjedhësve, e drejta e qytetarëve dhe të votuesve për t'u njohur me përmbajtjen e listës së zgjedhësve, për t'u ankuar mbi atë se çfarë përmban lista e zgjedhësve. Është procesi i përgatitjes e ngritjes së komisioneve zgjedhore. Është procesi i regjistrimit të partive politike si subjekt zgjedhor. Pastaj është procesi i regjistrimit të koalicionit të atyre partive që janë regjistruar si subjekte zgjedhore. Pastaj vjen në radhë procesi i regjistrimit të kandidatëve. Është procesi i miratimit të fletës votimit, i prodhimit të fletës votimit, pra janë një sër aspektesh të tjera të cilat jo veçmas kohës që kërkojnë, se të themi të gjitha këto mund t'i mbarojnë për 2 ditë apo 3 ditë apo qoftë edhe për 24 orë, po janë disa të drejta që secili prej këtyre subjekteve të cilat unë listova i kanë të garantuara nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor. Partitë politike të cilat do të regjistrojnë si subjekte zgjedhore kanë të drejtën e tyre për t'u ankuar ndaj vendimarrjes për regjistrimin e subjekteve zgjedhore, po kështu koalicionit, po kështu dhe kandidatët. Dhe kur vijnë te kandidatët, kemi rastin e kandidatëve të pavarur për ta kuptuar më qartë çfarë janë duke thënë. Kandidatët e pavarur do duhet të regjistrohen nëpërmjet një procesi i cili jo vetëm kërkon kohë, kërkon ditë, po përmban disa të drejta të cilat ti nuk mund t'ja mohosh atyre. Ai duhet paraqesi nëpërmjet një komiteti nismëtar interesin e tij për të marrë pjesë në zgjedhje, do duhet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta pajisi me formularët për mbledhjen e nënshkrimeve, dhe këtë formular ne për Bashkinë e Tiranës nuk mund ta vendosim tani në dispozicion, sepse sikur se thash, çfarë lidhet me Bashkinë e Tiranës është e pezulluar. Dhe është e pezulluar për çdo aspekt të këtij procesi përgatitor. Kështu që janë disa veprime juridike të obliguara, të detyruara, apo si të drejta për të kryer si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ajo çfarë ka më shumë rëndësi, nga ata të cilët marrin pjesë në zgjedhje, parti politike dhe kandidat. Kështu që mendoj që do ishte më me dobi që ta themi qartë, paktën si e kuptoj unë këto, ose sikurse për mua është e qartë dhe e drejtë e korrekte të thuhet që zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Pastaj, se çfarë angazhon pas datës 31, nëse gjykata kushtetuese do të vendosi në datën 31, ky vendim për KQZ-n, sikur se thash, për Këshillin e Ministrave, apo presidentin, apo dhe ndoshta edhe për një institucion tjetër, këtë unë nuk di ta them, po secili prej nesh besoj do ta ketë qartë se çfarë veprimi do duhet të ndërmarrë. E them që e thash këtë më mirë për të qenë të qartë, të paktën se çfarë do duhet të bëjë dhe çfarë pritet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se sa të kemi një situatë të paqartë për votuesin në radhë të parë, po edhe për ata të cilët angazhohen dhe marrin pjesë në zgjedhje për partitë politike. Dhe për ta përfunduar këtë, fokusi i ynë dhe mendoj duhet të jetë edhe për partitë politike dhe ata që kanë interesa për garë elektorale,
zhvillimi i zgjedhjeve në 5 bashki. Ne sot kemi zgjedhje vetëm në 5 bashki të vendit. Ai është një proces tjetër ligjor që tashmë është në kompetencën e gjykatës kushtetuese dhe do duhet të presim. Çdo diskutim tjetër mendoj unë pasaj për këtë çështje nuk do kishte asnjë lloj dobie. Kesiana Omeri, Klan News. Si ndikon fakti që tashmë ka një ankimim nga Partia Socialiste në kolegjin zgjedhor me afatet për regjistrimin e kandidatëve dhe partive politike që janë paracaktuar, fakti që ka një ankimim në kolegj dhe është caktuar në datën 13? Kjo është një çështje kompetencë e kolegjit zgjedhor për të disponuar mbi atë ankim të Partisë Socialiste. Se çfarë do të vendosin ata, ne do të presim dhe nuk do doja që të komentoja. Shqetësimi është albanot në vështirësisht të konsumimi i kësaj kofe për shkuar deri kolegjit dhe pak. Kjo po është e vërtet sepse Komisioni Rregullator do duhet të kishte miratuar disa akte, po është në të drejtën e tij që të mos bie dakord të gjithë anëtarët e Komisionit Rregullator për çfarë lidhet me ushtrimin e kompetencës së tyre. Tani do ta zgjidhë kolegji, do duhet ta zgjidhë apo s'duhet ta zgjidhë kolegji, nuk di të them. Ne jemi duke vazhduar përgatitjet për 5 bashki dhe deri tani nuk ka impaktuar negativisht deri në këtë moment. Pse e them këtë dhe për ta kuptuar ndoshta më qartë, jo dhe gjithë kushdo tjetër që ka interes. Partitë politike nuk e çdo njëri prej partive politike që do të marrë pjesë në zgjedhjet për kryetar të bashkie të këtyre 5 bashkive nuk e pengon asgjë që të vit të regjistrohet, të paraqesë kërkesën për regjistrim. Nuk e pengon askënd prej partive politike që kanë të drejtë paraqesin komisioner, e kanë dhe detyrim në fakt se nuk është e drejtë kjo gjë, ti paraqesin propozimet për anëtarë të KZAZ-ve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po kështu dhe në vijim pasaj kandidatët, kufizimet janë për afatin maksimal që ti duhet të presësh dhe ky afat maksimal bazohet në një logjik fakti numrash, pra. Nga momenti kur marrën ky afat deri në ditën e zgjedhjeve, është e mjaftueshme kjo periudhë kohore për të përgatitur zgjedhjet. Deri tani jemi pas një lloj problemi. Zoti Celibashi, ju thatë në fjalën tuaj që nëse do të vionit përgatitet për Tiranën, do ishte një shkelje e kushtetutës pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pezullon dekretin. Përveç se kreu i KQZ-s, ju jeni edhe një jurist me eksperiencë dhe ju e dinit që në fillim që këtë çështje ishte në kushtetuese, Erion Velia i kishte ankimuar shkarkimin e tij, madje kishte çuar edhe dekretin presidencial në gjykatën kushtetuese dhe pritej një vendimarrje kushtetueses. A ndiheni përgjegjës dhe a jeni bërë palë në shkeljen e kushtetutës, njësoj si presidenti Begaj duke vijuar përgatitjet për Tiranën, pa pritur më parë që të flasë kushtetuesja? Faleminderit. Faleminderit. Mendoj që kjo është e qartë si kurse sot është ditë, domethënë nuk është tani në këtë moment është ditë dhe nuk është natë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka patur asnjë detyrim, nuk detyrohet as nga kushtetuta dhe as nga kodi zgjedhor që të presi sa kohë që nuk ka një vendimarrje të gjykatës kushtetuese se çfarë ndodh me pretendimet që njëra palë ka kundrejt dekretit të presidentit të Republikës. Nëse ne do të diskutonim dekretin e presidentit të Republikës, do të kishim marrë kompetencën e një organi tjetër dhe atëherë do të ishim në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit. Tani që gjykata kushtetuese vendosi, po respektojmë autoritetin e gjykatës kushtetuese dhe mendoj që kjo është shumë e qartë. Pastaj çdo gjë tjetër është spekullim ose bazohet në interesa, domethënë politike, që është normale dhe këtë e kuptoj dhe mirë kuptoj, kështu që. Se ju jeni institucioni i cili edhe njoftoni, por edhe krijoni vakanca për të zgjedhurit vendor. A është në gjendje sot Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve që thotë qytetarët e Bashkisë Tiranës se kush është kryetari i tyre?
S'është fare çështja ime dhe puna ime për këtë. Sidomos ja them qytetarëve të Tiranës se kush është kryetari i bashkisë apo Zoti Celibashi, kam vetëm një pyetje. Ju a mund të organizoni zgjedhje për 9 ditë? Nga pikpamja organizative dhe administrative. ja, presim dhe këmbame. Nuk është çështje ditësh dhe periudhe, se mund t'i kishim ndoshta jo 30 ditë, po dhe 28 ditë e 29 ditë për të përgatitur procesin zgjedhor. Çështja është principiale. Do duhet, se nuk është vetëm çështja e 7 ditëve që zhvillohet fushata zgjedhore, apo 7 ditë dalin për t'i përgatitur procesin zgjedhor. Nuk e di, ndoshta për 7 ditë mund të rregullosh diçka nga pikpamja e logjistikës, e infrastrukturës, edhe për këtë dyshoj, sepse të themi do duhet të vendosen disa pajisje në vendet e numërimit të votave, kjo kërkon angazhim fondesh, do thotë që ti të fillosh disa procedura, nuk i bën dot këto. Tani që gjykata kushtetuese ka vendosur që të pezullojë çdo gjë që lidhet me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, ne si KQZ nuk mund të bëjmë asnjë veprim në lidhje me këtë proces. Po sqarova që janë disa komponentë të tjerë dhe disa aspekte të tjera të procesit zgjedhor, të cilat ti nuk mund të injorosh dhe injorimi i tyre nuk lidhet me faktin se sa ditë ke në dispozicion. Lidhet edhe me këtë patjetër, po jo kaq në raportin shkak ose kaq të kushtuzuar. Sepse për të mos u përsëritur, janë disa të drejta të palëve pjesëmarrëse në këtë proces që do duhet të respektojnë, nuk mund të injorosh, duke filluar nga zgjedhësit me të drejtën e tyre për të konsultuar emrin në listë, miratimin e listës së zgjedhësve, të partive politike për të regjistruar si subjekt zgjedhor, si koalicione, të kandidatëve të mbështetur nga partitë politike, të kandidatëve të pavarur, kështu që këto të drejta nuk mundet të ushtrohen në atë periudhë kohore, mendoj unë. Por nëse do të jemi në situatën që në datën 31 do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, të themi në një prej versioneve të tyre lë në fuqi dekretin e presidentit, atë ditë do të flasim pastaj se çfarë angazhime zburojnë për KQZ-n konkrete apo për institucione të tjera. Po për këtë çështje do duhet të presim datën 31 dhe do duhet të presim më mirë të themi çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese në lidhje me këtë. Do respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Do t'i rregullojnë ata pasojat gjykata kushtetuese këtë kësaj çështje, do të shprehen për këtë, përsëri është kompetencë e tyre dhe askush nuk mund të thotë që do ta kishin marrë vendimin kështu se po ta kishin marrë kështu, do bëja këtë, do bëja atë. Secili pasaj do ta kuptojë, do ta lexojë dhe do ta kuptojë atë vendim si e mendon ai. Zoti komisioner, bazuar dhe në ndjes. Jo, kërkoj kolega. Bazuar dhe në disa përcaktime për sa i përket afateve në kodin zgjedhor, por edhe në kushtetut, menjëherë pas vendimarrjes cilat do qoftë ajo gjykatës kushtetuese, kur mendoni se mund të kemi një proces zgjedhor për Tiranën, në gjithmonë nëse Erion Velia me gjykatë kushtetuese do vijë të mbetet kryetari i Bashkisë Tiranës deri në 2027-ën. Për të mos krijuar dhe për të mbajtur këtë qartësi që u përpoqja ta prezantoja deri tani, nuk mund të them se çfarë do ndodhi. Do duhet të presim datën 31 dhe ose kur gjykata kushtetuese të vendosi. Dhe mendoj që do të ishte mirë që të ngelemi këtu tek ky sqarim. Kemi zgjedhje për 5 bashki, do duhet të presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë do ndodhi me dekretin e presidentit të Republikës për Tiranën dhe ajo çfarë është kryesorja për Tiranën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pezulluar të gjitha përgatitjet. Dhe një pyetje tjetër, se pash tani që po vija tek dera, këtu ishte vendosur ende, këtu në Katëndet ishte ende pllakata zyra koordinimit për to zgjedhjet e 9 nëntorit. Do vijoj kjo zyra koordinimit mes KQZ-s pak prokurisë përgjithshme?
nëse nuk gaboj, kam thënë dhe herë të tjera që ai bashkëpunimi ka ekzistuar dhe para se të formalizohen atë ashtu sikurse u formalizua dhe u formatua në zgjedhjet e 11 majit dhe me siguri do të vazhdoj, por ndoshta për shkak të masës në këto zgjedhje nuk do të e nevojshme për të patur një marrëveshje per se për këto zgjedhje. Po bashkëpunimin e kemi dhe pas procesit ka vazhduar, ne shkëmbejmë informacione me të dy strukturat, qoftë SPAK-un, qoftë prokurorin e përgjithshme. Zoti Celibashi, ju e cekët pak, po nëse mundem thjesht për ta kuptuar më mirë. Dekreti i presidentit duket është parë në fakt si një akt që e ka ndikuar politikisht procesin e zgjedhjeve në Tiranë. Si arrin komisioni që Ndjes se nuk ju dëgjova, nuk ju dëgjova. Okej. Jam ndjes. Oliver Dallmuça nga MCN Televizion. Thash ju e cekët një herë, po nëse mundemi ta kthem pak prap. Dekreti i presidentit është parë si një akt që ndikon politikisht në fakt procesin e zgjedhjeve në Tiranë. Si arrin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajë balancat dhe të qëndrojë në këtë rast mbi institucione, duke qenë se janë disa të përfshirë? Edhe pse nuk më takon, po mund ta them që nuk mund ta pranoj që dekreti i presidentit të Republikës ka si e përkufizuar, ndikuar politikisht. Ai është një akt juridik i nxjerr nga institucioni që ka të drejtën për ta nxjerrë atë akt, në kushtet që ai e ka vlerësuar që duhet nxjerrë ky akt. Dhe është vetëm gjykata kushtetuese që vendos në lidhje me këtë çështje. Për ne si institucion do duhet ta konsiderojmë ashtu sikurse është situata nga pikpamja e vlerësimit juridik të dekretit, edhe të vendimarrjes përkatëse mbi dekretin nga ana e gjykatës kushtetuese. Edhe një pyetje për afatet të miratonte Komisioni Rregullator. Cilat akte duhet të miratonte Komisioni Rregullator në kushtet kur ju e keni dorëzuar të gjitha aktet, pra për të gjitha bashkitë, pa e veçuar Tiranën, dhe a u ka ardhur një njoftim nga kuvendi për lejimin e mandatit të anëtarëve të Komisionit Rregullator për ta legjitimuar kështu procesin? Faleminderit. Në momentin kur unë si komisioner shtetëror ju propozova draftet përkatëse, edhe pse është në të drejtën dhe kanë gjithë autoritetin e anëtarët e Komisionit Rregullator që t'i bëjnë vetë aktet, domethënë e kanë këtë kompetencë. Dekreti i presidentit të Republikës ishte në fuqi dhe nuk ishte pezulluar efekti i këtij dekreti për Bashkinë e Tiranës. Ishte një dekret i cili urdhëronte, nëse mund të them kështu, zhvillimin e zgjedhjeve në 6 bashki. Dhe s'kishte asnjë arsye pse propozimi im, nëse ishte kjo pyetja, do duhet të ishte veçmas për Bashkinë e Tiranës, veçmas për bashkitë e tjera, është njësoj, po për Cerrikun pse duhet ta kisha bërë propozimin veçmas. Ai ishte një dekret dhe kjo ka qenë eksperjenca dhe praktika e vendimarrëse përkatëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Biles për kuriozitet dje konsultova dhe dekretet e presidentëve të shkuar, gati njësoj ishin të shkruar, edhe fonti mu duke i njëjtë në të i shkrimit. Pastaj përse vendosi Komisioni Rregullator ashtu, është çështje e tyre dhe unë respektoj vendimarrjen e tyre dhe nuk jam unë ai që vendos dhe gjykoj mbi vendimarrjen e tyre. Në lidhje me procesin e zvendësimit, Kuvendi i Shqipërisë ka shpallur vakancat për anëtarët e Komisionit Rregullator. Do të jetë një proces i përzgjedhjes së tyre dhe do të shohim pastaj se si do të jetë i përbërë ky institucion. Mirë, përfunduam duket, faleminderit, ditë të mbarë.